Sot kemi gjeneratën e dytë, versionin facelift, po versionin GTS, jo të thjeshtin. Te facelifti kanë ndryshuar shumë gjona, po që vjet e më shumë është para kolbi edhe këto dritat, to i kanë bërë bukra me këtë të mesit edhe me këto 4 leda 30 qark. Ngjashme me të Panamera, se Panamerën e patën bë kështu, edhe Porsche 911 me këtë dizajn pak a shumë. Një në mes edhe 4 anash. Kjo është GTS-ja, edhe diset i ka më të mdoja, i ka diset e GTS-s. Diset i ka 21, frenat i ka më të mdoja të Porsche. Porsche prej ka pas frenat e mira, këto s'bën përjashtim, shumë të fuqishme. Shumë agresive, ka këtë bishtin këtu. Stopat mrapa i kanë ndryshuar të facelifti, është me 4 marmita. Tash Cayenne ka pas Cayenne thjesht, Cayenne S, Cayenne GTS, Turbo, Turbo S. Kjo është pak poshtë turbos, normal me kamerë 360 gradë, ka kamerat poshtë pasqyrës, ka kamerën para këtu, kamerën mrapa, që është shef 360 gradë. Ky facelifti është më i bukur se versioni i parë, e kanë rregulluar ca gjona. Ka edhe GTS-n këtu. Normalisht është me keyless go, edhe Chelsea si te gjenerata parë, janë mënu me bo si forma makinës, dhe i kanë me LED, është e facelifti. Ta shohim edhe motorin.